Oferta e koncerteve të Filharmonisë së Kosovës asnjëherë nuk është e rëndomtë. As në fund vit, kur institucioni muzikor jo vetëm feston ndrrimin e motmoteve, por edhe rrumbullakon suksesin e një viti të tërë të kalendarit të koncerteve brenda e jashtë vendit, si dhe zbulimin e perlave klasike botërore e vendore për publikun. Kolazhi me vepra festive në drejtimin e maestros Dario Salvi ka qenë përbërja e koncertit gala për vitin e ri. Veprat kushtuar festave të fundvitit promovojnë harmoni e unitet midis njëri tjetrit. Ashtu Filharmonia e Kosovës ka bërë bashkë gjithë kapacitetet e saj, korin dhe orkestrën. Me shumë improvizime në sallë, edhe një herë tjetër është mbajtur koncerti festiv i fundvitit i Filharmonisë. Ka nisur me uvertur nga Die Fledermaus të Johann Strauss II, si një lloj marshi që shkrihet në tinguj flauti e të harkorave. Midis programit të pasur, atraktive ka qenë vepra The Typewriter nga Leroy Anderson. Tingujt me makinë shkrimi i ka sjell koristja Donjeta Krasniqi. Ka shtypur tastet në të njëjtin ritëm si ka luajtur orkestra, e shpesh edhe solo, por makina e shkrimit e ka tradhtuar në disa raste. Vepra Cigane e Maurice Ravel ka sjell në pa shkattësinë në violinë të francezes Clara Saidt-Kulov si soliste. Violinistja, e cila vlerësohet si një nga më ekspresivet dhe më të fuqishme të gjeneratës së saj, ka thënë se veprat që ka interpretuar reprezenton dinjitetshëm kulturën e vendit të saj. Çfarë është interesante rreth saj është që muzika franceze konsiderohet përherë shumë e vlefshme, e bukur dhe kjo pjesë e reprezenton atë, por gjithashtu edhe stilin gjipsi. Në fillim është kadenca e harkorëve që është shumë pasionante. Prezanton edhe kulturën time mjaft mirë, duke qenë se vi nga Franca. Në përgjithësi kam qenë e lumtur ta sjell këtë vepër në Kosovë dhe ta luaj në gala mbrëmjen për vitin e ri. Publiku ka ndërhyrë në tingull me duar trokitje e maestro Salvi ka qenë edhe dirigjenti i publikut. Salvi, i cili ka qenë një ndër dirigjentët që shpesh kanë drejtuar Filharmoninë këtë vit në koncertet e saj, vitin e kaluar që dirigjenti i koncertit festiv të vitit të ri u përfshi edhe baleti. Koncerti që mbajtur në një sallë private, kësaj here ka thënë se u janë përshtatur kushteve. Këtë vit pasi që jemi këtu vendosëm të bënim diçka më të përshtatshme me solistën në violin dhe me veprën daktilografja. Ishte kënaqësi të argëtonim publikun. Unë mund të vi këtu çdo muaj nëse ata ma kërkojnë. Është për herë kënaqësi të punoj me këtë orkestër, atmosfera është secilën herë më pozitive. Si që nuk kanë ngjarë më parë në vend, me këndim, kori ka sjell pjesën e famshme Vals në Danubin e Kaltër të Johann Strauss II. Vepra në versionin origjinal të saj është sjell premier. Zëvendësuesi i drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, Dardan Selimaj, ka thënë se jo rastësisht është mbyllur koncerti me këtë vepër. Ka qenë një lloj simbolike e vitit në të cilin Filharmonia ja ka kushtuar programin kryesisht veprave vokalo-instrumentale. Sonte është përmbyll aktiviteti viti 2025, në të njëjtën kohë edhe viti kur është shënuar 25 vjetori i Filharmonisë. Në këtë vit, një prej aksenteve kryesore ka qenë veprat vokale instrumentale, që kanë bërë bashkë dy njësitë e Filharmonisë, orkestrën edhe korin, edhe ndoshta për këtë arsye edhe kemi përmbyll koncertin e vitit të ri me Valsin në Danubin e Kaltët në versionin me kore orkestrë që nuk e kemi interpretuar më përpara. Ka qenë vit dinamik dhe i ngjeshur me aktivitete. Ka qenë viti në të cilin është shënuar çerekshekulli i institucionit, ndërsa sukseset që e kanë karakterizuar kanë qenë prezantimet ndërkombëtare. E ritëm i njëjtë e pret Filharmoninë edhe në vitin vijues. Selimaj ka bërë të ditur se në pjesën e parë të vitit e presin disa programe që janë jashtëzakonisht kërkuese. Fokusi do t'jetë debutimi në Filharmoninë e Berlinit në 31 mars të vitit 2026, por edhe prezantimi i parë në Varshavë, që do ndodhë më 26 shkurt të 2026. Thash prezantimi i parë sepse gjatë vitit ardhshëm Filharmonia në Poloni do të lëvizë disa herë, për shkak se jemi duke krijuar një cikël të bashkëpunimeve në mes të Kosovës dhe Polonisë dhe kjo do të rezultojë në fund të vitit të ardhshëm me një festival i cili do zëvend në Prishtinë,
dhe që do t'jetë Festivali i Muzikës Polake në Kosovë, dhe e njëjta do të përsëritet pastaj në Poloni, në prezantimet e Filharmonisë atje, me interpretimin e veprave të kompozitorëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Filharmonia e Kosovës e mban koncertin e parë për vitin 2026 më 23 janar në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë dhe të Sporteve.